kjo nuk është mënyra se si funksionojmë dhe si punojmë ne si diplomatë dhe paqëbërës për të mbërritur në përfundimet tona. Diplomatët e dinë që prej fillimit që thuajse gjithmonë ata nuk do ta dinë asnjëherë historinë të plotë. Atyre ju duhet që të bëjnë gjykime, të bëjnë strategji, të këshillojnë qeveritë e tyre mbi bazën e informacionit domosdoshmërisht të paplotë. Ktu përfundoj citimin. Dhe ky informacion i paplot sigurisht pa diskutim lidhet me atë që është shumë e rëndësishme për këtë gjykatë dhe që duhet të përcaktohet si përparësi për kësaj gjykate, që janë provat empirike. Kjo është e vërtetë jo vetëm për zëvendësin e unikut që e tha shprehimisht atë në dëshmi, por është njësoj vërtet edhe për dëshmitarët të tjerë ndërkombëtar të thirrur nga mbrojtja në këtë çështje gjyqësore. Fatkeqësisht, ky gjykim nuk e ka shpëtuar klimës së friksimit të dëshmitarëve që ka qenë insistuese edhe e shtrirë në kohë dhe që ishte parashikuar prej nesh që prej fillimit. Dhe deri në masën që gjykata duhet të konsiderojë ato për ta bërë një vlerësim të drejtë të besueshmërisë dhe mbështetshmërisë të dëshmitarëve. E vërteta është që dëshmi për këtë kanë qenë edhe disa prej përpjekjeve që kanë ndodhur këtu në Hag. Pavarësisht kësaj, gjykata ka prova të shumta. Për shembull, të akuzuarit kanë qenë antar të shtabit përgjithshëm të UÇK-s përpara nëntorit të 98-s dhe ka prova që komandantët e zonave kanë marrë urdhra nga të akuzuarit dhe jo e kundërta. Janë bërë përpjekje të qarta për të ndryshuar, për të zbutur ose për të ndikuar ndryshe dëshminë të caktuara në veçanti për përfitimet të akuzuarit Hashim Thaçi, të cilat kanë dalë në pam. Ka disa shembuj domethënës dhe përfaqësues të këtyre përpjekjeve që janë tani më pjesë e procesit gjyqësor, si dhe përpjekje për të shtrëmbruar gjetjen e fakteve apo zbulimin e fakteve nga kjo gjykatë. Dhe si rezultat, pra ky është një element që do duhet merret parasysh me hollësi nga gjykata. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, shumë dëshmitar nuk janë penguar nga sigurimi i një dëshmie të besueshme të ngjarjeve dhe kjo flet jo vetëm për kurajen e tyre, por gjithashtu edhe për fuqinë e kësaj gjykate dhe transparencën e procesit. Gjykata ka përfaqësuar mundësinë për sundimin e ligjit të jetë kryesore dhe mbi të gjitha dhe për të vërtetën për të dalë në pa. Një dëshmitar, për shembull, që ka humbur të birin dhe bashkëshortin e saj, nuk e ka gjetur asnjëherë trupat e tyre, ka dëshmuar për ne. Dëshmitarja 00072 foli për rëndësinë e ditjes dhe vlerësimit të vërtetës, në fjalë që mund të thuhen vetëm nga një nënë dhe nga një bashkëshorte që ka vuajtur një tragjedi që nuk përshkruhet dot me fjalë. Ajo tha, dhe këtu citoj, do shkoj deri në fund të botës sa për të arritur të vërtetën. Por aq sa të mundem, nuk do të rriqem asnjëherë derisa të mësoj të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe do të vazhdoj që të shkoj kudo që kërkohem të shkoj. Nuk do ndaloj asnjëherë. Do vdes me dhimbje dhe me plagë në zemër. Më duket sikur e kam parë përsëri djalin dhe bashkëshortin tim. Fundi i citimit këtu. Është e rëndësishme të vjetre që pas krimeve të parangritjes së akuzës, ky dëshmitar nuk është kthyer në Kosovë dhe asnjëherë nuk shkoi më në shtëpinë e saj në Kosovë. Megjithatë, duhet kemi parasysh që shumë prej dëshmitarëve shqiptar të Kosovës nuk e kanë pasur këtë mundësi, duke e bërë gatishmërinë e tyre për dëshmuar këtu më të komplikuar. Megjithatë, pavarësisht të gjithave, ata rrezikuan për të ardhur këtu për të përshkruar trishtimin e tyre, ndjenjat e mërzisë dhe të tragjedisë së humbjes së personave të antarëve të tyre. Dëshmitari 04811 shpjegoi, citoj, 25 vite dhe asnjë përgjigje. Dhe ne nuk dim çfarë ka ndodhur dhe kjo është ajo çfarë të vret më shumë. Përfundimi i citimit. Dëshmitari 04368 dha dëshmi që pasi një prej të afërmëve të tij u mor nga UÇK-ja për t'u marrë në pyetje, familja nuk e pa më asnjëherë të afërmin e tyre. Familja në mënyrë të vazhdueshme i ka kërkuar UÇK-s informacion, por asaj nuk i dha asnjëherë asnjë lloj informacioni. Ai dëshmoi, citoj, kjo ka qenë shumë e vështirë për mua dhe për gjithë familjen time. Nuk e di, unë nuk e di, ne nuk e dim se pse e morën atë, për çfarë arsye, se ku e dërguan atë.
Kur ti e merr dikën nga shtëpia e tij pa asnjë arsye, nuk mund t'ja japësh asnjë shpjegimi për këtë. Fundi i citimit. Se dhe sot e kësaj dite, kjo familje vazhdon që të vuaj në mungesë të pasjes një fundi. Faktet e kësaj çështje dhe jurisprudenca e zbatueshme mbështesin një afat të gjatë për burgimin e secilin prej të akuzuarve. Ndërkohë ne kemi dhënë një shpjegim faktual dhe ligjor në dosjen përfundimtare të prokurorisë dhe si rezultat do dua që ti përmend të gjitha këto faktorët këtu. Ndërkohë që kolegët e mi do të vazhdojnë me prezantimet e tyre dhe do të trajtojnë disa prej argumenteve të mbrojtjes, ne i qëndrojmë asaj çfarë kemi përshtruar në dosjen tonë që ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Pra ne nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Për pjesën tjetër të kohës që kemi në dispozicione si prokurori, kolegët e mi do të vazhdojnë që të diskutojnë për përgjegjësinë e të akuzuarve për krimet akuzuara në akt akuzë. Së pari, zoti Tigër dhe zonja Losën do të diskutojnë planin e të akuzuarve për të fituar dhe të ushtruar kontroll në gjithë Kosovën dhe hapat kriminal të kryer për të eliminuar oponentët dhe për të arritur qëllimin e tyre.